çështjen në Maqedoni e debatojmë sot në Info Magazin. Të ftuar janë Talat Xhaferi, deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirësera zoti Xhaferi. Dhe Zjadin Sela, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Mirësera zoti Sela. Nisim nga ju zoti Xhaferi, kush po e bën situatën kësaj, kush qëndron prapa këtyre, po themi, incidenteve që po ngjajnë dita ditës në Shkup dhe në qytete tjera të Maqedonisë? Neve si iftar, si pjesë e pushtetit, nuk jemi iftar të teorive të konspiracionit që a priori sendet të ndërlidhen me atë teori, edhe pse tendencat ishin të shumta që këtyre ndodhive të jepet një mundësi e lidhshmërisë me aktivitetet të elementeve të huaja mbështet në vetë vendin. Mbi gjitha, si dukuri, është çështje që vë në pah që ishte kohë e fundit që institucionet dukurin të trajtojnë si të tillë, të mos fokusohen në trajtimin e incidenteve individuale apo një për një si ndodhi të tilla, dhe nga ai trajtim doli që nga mbledhja e Komitetit për Marrëdhënie Ndërretnike e Këndej, institucionet konform konkluzave të këtij komiteti aktivisht të kyqen në gjitha instancat për të identifiku, për të trajtu të gjithë pjesëmarrësit në incidentet dhe të njëjtit të gjenë në një intervistë më hershme zoti Xhaferi, zëvendës ministri i Brendshëm, që është nga partia juaj, deklaroi se nuk ka karakter ndëretnik e gjithë ajo që ndodhi fillimisht në Gostivar. Tashmë ka kaluar një kohë nga ajo dhe shohim se ka marrë karakter ndëretnik. Megjithatë, mbas këtyre incidenteve të fundit që ndodhen në Shkup, në Tetov dhe në qytete tjera. Nëse mire të trajtohet çdo rast një për një, çdo njeri ndërthen rrethana të veçanta për secilin prej rasteve dhe nuk mund të ndërlidhen njëri me tjetrin në aspektin e metodit të veprimit. Por si dukuri, në momentin kur lidhshmëria e gjithë tyre gjen të përbashkëtën, jo rastësisht edhe definohet si dukuri. Rasti i Gostivarit, pa dëshiruar që të hyjë në aspektin juridik të trajtimit të çështjes, nga ata informata që aktualisht në këtë fazë, që me thënë kanë mund të merren, trajtohet si rast për shkas banale që rezulton me humbjen e 2 jetëve dhe preteksti që gjitha ato raste individuale masandej të ndërlidhen me shkas dhe pasojë të një dikurie e cila s'do mend se merr edhe përmasa të raporteve ndërretnike. Si mund të shihen raportet ndërretnike, zoti Sela, marrë parasysh pas kësaj situate, po themi, ku në Maqedoni po ndodhin gjatë gjithë ditëve, po themi, incidente, përveç ditës sotme që nuk kemi informacione? Mirë, fillimisht ne po merremi me pasojat dhe nuk merremi me shkakun. Çdo pasojë ka një shkak, ka një fillim se ku ka nisë. Këto incidente nuk e di sa është i njohur opinioni i Kosovës, por edhe më gjerë nuk ka nisur tani. Në 2009 më kujtohet, dhe ndoshta edhe opinionit i kujtohet, që tifoz dhe siç parapëlqejnë kasta politike maqedone, se ti quaj vazhdimisht kur duan të shfaqsohen, huligan, u hyn qytetarëve të Nerezit në përshpije atër. Po kemi raportuar. Kishte shumë raste të tjera, veç po ju rifreskoj kujtesën, domethënë se çfarë ka ndodhur. Pastaj për të bënë kronologji të ngjarjeve, pastaj ndodh enciklopedia Maqedone, se botohet një enciklopedi në cilën patjetër se shqiptarët janë të informuar, në cilën shqiptarët ofendohen si popullat, si të zbritur nga mali, nuk e di çfarë. Paka shumë të njëjtat gjëra që i thotë edhe një televizion Maqedonës atij për shqiptarët. Incidentet në Kala e shumë probleme të tjera. Situata këtë 6 mujor ka eskaluar akoma më tepër. Ndeshje sportive ku kombëtarja e Shqipërisë luan në ndeshje miqësore me kombëtaren e Maqedonisë dhe skandohen parulla të tipit dhamagazi për shqiptarët, vdekje për shqiptarët e nuk e di çfarë tjetër. Për të mos thënë edhe tjetrën që ka vite që shenjat e komunikacionit në Maqedoni çdo e dyta shenjë ka parulla të tilla, vdekje për shqiptarët e nuk e di çfarë tjetër. Do thotë, e ka një fillim.
Dhe në momentin që klasa që përfaqësuesët e qeverisë nuk marrin masa për këto njerëz të cilët skandojnë parulla të tilla, tani kulminacioni ishte në momentin në kampionatin evropian të handballit në Serbi, në cilën jo vetëm që nuk e gjeti të arsyeshme pushteti dhe qeverisja, në cilën bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, por nga paratë e qytetarëve, edhe nga qytetarët shqiptarë, u paguan 1000 bileta që të shkojnë tifoz dhe të thirrën akoma më tepër parulla të tilla anti-shqiptare. Dhe që ironia tjetë akoma më e madhe, në këtë kampionat edhe vetë handballistët ishin ato të cilët skanduan parulla të tilla, dhe tani presidenti i shtetit, sapo vinë këto handballistë, pritën si heronjë edhe dekorohen nga ana e presidentit të shtetit. Imagjinoni cili është mesazhi që i dërgohet qytetarit të thjesht Maqedonës. Do thënë, sa më tepër ju të urreni shqiptarët, aq më tepër do të shpërbleheni edhe do të hecni në shoqëri. Tani këtu ka një problem tjetër. Ne patjetër se për këto incidente duhet ta akuzojmë qeverisjen. Ashtu siç i takojnë edhe meritat për punë të mira që nuk po i shohin shqiptarët, ashtu janë edhe përgjegjës për çdo incident i cili ndodh në shoqëri. Këtu e keni fjalën konkretisht për Bashkimin Demokratik Integrim, zoti Xhaferi? Teoritë e fajësisë apo pa fajësisë. Nëse kërkoni fillimin apo fundin e ndodhive, të cilët janë teme dhe diskutimit, neve nuk mund të gjejmë as këtu, as në Maqedoni, fillim apo fund të musive të tekeve personale, të atyre që zgjedhin për sjellje të kenë një sjellje të tillë, pa dëshiruar që të përjashtohen pasojat e çdo njerit prej rasteve, një nga një nëse merren të analizohen. Ajo çka ne kemi thënë është dhe e ritheksojmë. Institucionet duhet dhe i bëjnë të gjitha përpjekjet që çdo pjesëtar në cilin do qoftë lloj incidenti duhet të trajtohet njëjtë dhe të gjenë pasojat apo ndëshkimin ligjor që meriton. Për faktin që Faktet flasin gjëra të tjera. trajtimi i fakteve, stërkëmsa që mendoni për faktet, fakti është që faktet flasin gjëra të tjera, që kur me ligjin ndeshet pjesëtar shqiptar, atëherë teoria tjetër vihet në shprehje. E pse duhet më përgjigj, ishte kjo punë e këtij niveli apo atij niveli. Ose nëse masa që ndërmerret nuk korespondon me atë çka opinioni e mendon se duhet të jetë masa, po ashtu vihet në debat. Ajo që themi, o do të duhet të ketë institucion që vlerësimi institucional që do të bëhet për një dukuri të jetë i pranueshëm për të gjithë, që të munden të gjithë edhe ta zbatojnë, po që se mbetet dilema se një koment të jetë me një arshim për një çështje, me tjetër arshim për tjetër çështje, atëherë lëm hapësinë për debat dhe për trajtimin e çështjes në aspektin e politikbërjes ditore, gjë që s'do mend se në rafshin e politikbërjes në Maqedoni nuk ka munguar mundësia e përdorimit apo keq përdorimit të qoftë edhe të fatkeqësive personale të njerëzve për interese ditore të politikës ditore pa marrë parasysh për i ka vit. Ky është edhe problemi kryesor. Jeni përfaqësuesin subjekti politik që është pjesë e qeverisë. Dhe nga ana tjetër tregoni teori se si duhet veprohet. Ju jeni për të vepruar. Institucionet janë për të vepruar. Qasja është e dyfisht ndaj një qytetari shqiptar, edhe që unë prandaj thash ka fakte për këtë gjë. Të nisim prej mandatin e parë kur ishi pjesë qeverisë. Burgosën 13 shqiptar për vendosin e një mine, që njihet si rasti i Sopotit, që nuk ka logjik as teorive konspiracionet e nuk e di çfarë tjetër, që 13 njerëz të shkojnë të montojnë një minë. Dhe sot e kësaj dite ato qytetarë janë në burg. Marrim rast tjetër. Vritet nxënësi nga Kundova Muhamet Ali Ashari dhe institucionet, sistemi, shteti juridik, shteti i së drejtës, ka ngrit padi dhe e trajton si rast ku ka një zënk të zakonshme. Ndërkohë që
një i ri i shkollës mesme sot nuk jeton më. Më thonë, qasja është me 2 arshina. Nga ana tjetër, ke plot qytetar shqiptar, në cilën nuk janë marrë siç duhet dëshmit dhe vuajnë burgimet e përjetshme. Mu këtu është... Ka një problem në mënyrën se si e shifni juve qasjet. Neve patjetër se t'ju fajsojmë. Unë nuk po them që ndodhit e fundit janë të inskenuara dhe të përgatitura nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër ju jeni bashkëfajtor sepse jeni pjesë e qeverisës dhe duhet t'i mbroni qytetarët nga cilët keni marrë votat. Pse nuk po e them prej palës tjetër, sepse unë jam i bindur që ata i kanë inskenu, sidomos VMRO DPMNE. Veç pak ta mbaroj ide. Partia në pushtet që të kuptojnë edhe shikuesit. Partia në pushtet nga bloku Maqedonës. Vetë fakti që ju mundoheni të arsyetoni edhe në një debat këtu në opinionin e Kosovës, që jo po institucionet duhet veprojnë dhe të flasin për teori, kjo ju bën fajtor. Për këta, dhe që ta mbaroj si ide. Për këta, tani, në momentin që del zëdhënsi, ja ku e kam deklaratën e zëdhënsit të zotit Stefan Fyle, Peter Stano, zëdhënsi Komisionin Red për Zgjerim Stefan Fyle, dhe thot, në vizitën që do bëj, Fyle, teme diskutimeve është mos respektimi si shduhet i shqiptarëve në Maqedoni dhe mos batimi i plot i marrëveshjes së orit. Imagjinoni se çfarë jeni duke mbrojtë. Të huajt janë ato që u thonë, ju nuk respektoheni në Maqedoni. Dhe nga ana tjetër, unë nuk e kuptoj pse Bashkimi Demokratik për Integrim ka aq dëshirë që situatën të paraqesë idilike, zëdhënësi si juaj shkruan për ditë shkrime se sa bukur jetohet pas marrëveshjes së orit dhe si ishte para marrëveshjes së orit, kjo është të relativizohet një situatë reale dhe të fshihet para opinionit. Opinioni duhet ta ketë shumë të qartë gjendjen në të cilën ndodhet, sepse këta e kemi mbi gjitha obligim. Nuk e di pse është kjo dëshirë që ju ta fshihni. Dhe këti kur thohet që nuk zbatohet plotësisht marrëveshja e orit, ju vraponi dhe për ditë tregoni që doni ta bëni festë zyrtare marrëveshjen e orit. Cilën festë? Atë festë që i shkel ka shqiptarët? Zoti Xhaferi? Trajtimi fakti që ingerencat duhet të merren sikur që pretendojnë nga ata që janë përgjegjës si institucion dhe më i thirrur që të zbaton atë çka është rregullativ, po bien në pas që të vendosin dhe të zhvendosin çështjet kështu siç i zhvendosin. Mu për opinionin. Nuk mundet të vihet parlamenti siç pretendoni, të jetë organi i cili do të vlerëson drejtësinë apo pa drejtësinë. Ne flasim për parlamentin këtu, flasim për situatën. Situata si situatë. Prandaj, për çdo rast, një nga një që e përmendet, prej Sopotit e Këndej. Ose konkret. Jo rastësisht është dhënë që opozita si e tillë të udhëheq me komisionin e përhershëm për të drejtat dhe liritë e njeriut, i cili komision ka dhe ingerencat dhe mundësit edhe hetuese për çdo rast veçmas. Dhe këtë mundësi e keni, por nuk i hyni kësaj pune se e dini që të delni diku tjetër që nuk ju konvenon. Andaj, me gjithë një ju themi, për cilin do qoftë rast, një për një, pa marrë parasysh cili bëhet fjalë, urdhëroni në rrugë institucionale, të him dhe të konstatojmë, ama që në fillim ju pyesim, dhe të jeni në mundësi që të konstatoni dhe të vërtetoni gjendjen që do ta gjeni në atë rast konkret. Rruga institucionale do të ndërhyjë zoti Sela, sepse e kemi për t'i barë veçanërisht Ministrinë e Brendshme. Zoti Sela, Ministria e Brendshme nuk është Ministria e Brendshme nuk është. Opinioni, kjo është një problem. E çfarë do ta keni kur jemi te Ministria e Brendshme, vetëm pak. Ministria e Brendshme nuk është vetëm ministri dhe zavendës ministri për ta prezantuar. U munduat zotëri ta relativizoni një vrasje që u bë 2 të rive shqiptarë në festival. Nuk relativizohet, ajo është që relativizuar. Absolutikisht. Thirrët vazhdimisht që mos politizohet siç është dhe vrapuat më një herë të jepni deklarata. Nga ana tjetër faktet janë që zyrtar i policisë, i përkatësisë etnike maqedonase, vrau 2 shqiptarë të pa armatosur me armë zyrtare. Dhe zëvendësi i Ministrive të Punëve të Brendshme, zëvendësi edhe i zavendës ministrit juaj, dol dhe paraqiti si verzion zyrtar
alibin e një kriminali Kjo qasje i cili është për të vrau manipuluar 2-3, opinionin. nuk është për unë flas me fakte. Do të thënë vrau, dhe ju çfarë bëni në këtë drejtim? Pyetje fuqia e partisë, çfarë po bëni themi këtë drejtim? zoti Sela, një sekondë, 10 pikë pyetje fuqia apo ndikimi, po themi i shqiptarëve në institucionet Ministrinë e Brendshme. Është pikërisht deklarata e zëdhënësit që përmendi edhe zoti Sela, Ivo Kotevski, i cili e relativizoi me një farë formë gjithë ato që ka ndodhur, tha se ka qenë në vetëm mbrojtje. Po shohim tashmë incidentet që kanë ndodhur, gjithë opinioni ishte i friguar se mund të ketë pasojë gjithë ajo deklarat. A duhet ai njeri të shkarkohet, zoti Xhaferi? Ndryshe nuk shihet zgjidhja. Pikë pari nuk bëhet për relativizim ose për tendencë të relativizimit të rastit të ndodhur. Dhe jo rastësisht ai rast në rrugën juridike ka marrë trajtimin e veprës më të rëndë të mundshme të bërë E kemi qartë, po si megjithatë pasojë e ndikimi vrasjes. zoti Xhaferi. Pretendimi që përmes një personi që rezulton të jetë pjesëtar i policisë të prezentohet si kyçje e institucionit apo identifikim të komplet si aksion policor, është tendenca për t'i dhënë tjetër kagje. Nuk relativizohet dhe nuk manipulohet me jetët e atyre që kanë humbë në një, siç thuhet edhe nga dëshmitar okular, për një zëng banale. Fakti, e kemi thënë dhe e përsëris, që rezulton që kryerësi i veprës, dorasi të jetë pjesëtar i policisë, është ngarkesë në procedurën që duhet të pason në procesin gjithësor dhe jo rastësisht ajo vepër është trajtuar me Ti hikni përgjigje pyetjes që a bëri. nuk hiket Do të thotë, përgjigjes. kishim pyetje konkrete. A Zoti duhet Sela, ju ta i thatë- detyroni ju i Ivo thatë- Kotevskin që të largohet? Apo Ivo- s'keni kapacitet? Ivo Kotevski- Rregull, unë kam qartë. Ivo Kotevski Këtu vyet në pikë pyetje fuqia e shqiptarëve thjesht në aparatin shtetëror. Nuk është vetëm sepse merremi me rastin në eshalonin e tanishëm. në asnjë mënyrë nuk Është vjen në në Ministrinë e Brendshme. Ka mundsi një sqarim. Në asnjë mënyrë nuk vihet në pyetje roli dhe pesha e faktorit shqiptar në institucion. Edhe në Ministrinë e Brendshme? Përcaktimi dhe kudo qoftë që të jetë. Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të jetë Ministria e Punëve të Brendshme që do të funksionon mbi bazën udhëheqjet prej këtij apo udhëheqjet prej atij. Ministria e Punëve të Brendshme është institucion i cili duhet të funksionojë pa pavarësisht të udhëheqjes. Zoti Si. Me fjalë, sa i përket asaj, domethënë mos pasis kapaciteteve, ja po e lëm resorin e Ministrisë Punëve të Brendshme. Ka 2 muaj që për ditë në mjetet e informimit është problemi i emërimit të 4 shkollave në Çajir. Dhe tani del me deklarat Ministri i Arsimit dhe thotë që nuk mund të emërohen këto shkolla, edhe gjatë Zoti Sela, vetëm mos dalim nga tema. Po flasëm me thonë për pozicioni irelevant i atyre të cilët thirrën në legitimitetin e shqiptarëve. Nuk merren dot me një zëdhënës të Ministrisë së Punëve të Brendshme. A rrezikoni konflikt të ri, zoti Sela? Natyrisht që mënyra dhe ajo që ka ndodhur në teren do t'i detyron shqiptarët, sepse shqiptarët janë në defanziv. Fatkeqësisht. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë janë në defanziv. Dhe gjithçka që përgatitet një konflikt i ri, po që se vazhdon rrezikohet në qoftë se vazhdon kështu, sepse mekanizmat për kontrollin e të gjithë kësaj situate e ka qeverisja. Jo rastësisht aty Bashkimi Demokratik për Integrim ka zëvendës ministrin e Punëve të Brendshme. Dhe duke parë pozitën irelevante që ai e ka, shqiptarët nuk kanë informacione. Këto vetë nuk e dinë se çfarë është duke u gatuar. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim zin gjithë shteti dhe nuk deklarohet për asnjë gjë. Do thonë, ka një problem. Unë e lexova deklaratën e zëdhënësit të komisionerit Fyle. Do thonë, këtu ka një problem, do më lejoni veç kronologjikisht ashtu siç i shoh gjërat unë. Kur ai thotë që nuk respektohen shqiptarët në Maqedoni, kur ai thotë nuk zbatohet marrëveshja e Ohrit, dhe del Bashkimi Demokratik për Integrim si subjekt që pretendon se ka legitimitetin e shqiptarëve në qeveri, dhe thotë që jo shqiptarët respektohen, jo marrëveshja e Ohrit është e zbatuar dhe nuk e nxjerrin nga goja, do thonë ky është problem. Këto incidente unë ju sqarova për në fillim, nuk e kanë fillimin tani.
Ju thash rastin e Nerezit, e prej atëherë ka pas incidente të tilla. Mbas ndeshjes me kombëtaren në Shqipërinë, mbas ju thirrën ato parulla, unë si deputet i Partisë Demokratike Shqiptare kam kërkuar në mënyrë urgjente që të thirrët mbledhja e komitetit që shqyrtohen të raste. Çfarë ndodh? Bashkimi kryetar marrëdhënien ndërmjet bashkive etnike. Komiteti i cili në 2008-2011 e ka menaxhu Xhevat Ademi, do të mbaroj si Mund t'i mbarosh 30 minuta, mund që të thuash ti tjetër. E ka menaxhu Xhevat Ademi dhe i cili në kohën kur duhet të thirrë komitetin që diskutohet për enciklopedinë se pse ofendohen shqiptarët me paratë e tyre, sepse kjo financohet nga buxheti i shtetit, ai dilte dhe protestonte me Arkan grupin, Gjoja, me emër të një shoqate jo qeveritare, në ndërkohë që ai e ka vendin për të zgjedhur aty ku duhet. I japim fjalën zotit Xhaferi. Nuk po më lënë 2 minuta të përfundoj. Tani kryetari i atij komiteti është Nermira Mehmeti. Ajo e bllokon punën për gjithë debatin zotit Sela, zotit Xhaferi. A rrezikon një konflikt i ri në Maqedoni, zotit Xhaferi, shkurt edhe shqip pyetja. Ju them shkurt edhe shqip. Së pari kemi nevojë për një sqarim rreth emrave të shkollave. Emrat e shkollave kanë lutem mos t'i kthejmë, ju lutem. Nuk i kthehemi veç për sqarim për opinion kosovar i cili na ndëgjon. Emri i shkollave në procedurë ka mbaruar dhe është çështje kohe procedura e fundit që duhet mbaruar. Ministri i Arsimit mundet me thënë çka duhet. Por kur do të krijet? Kur të krijet? Kur të krijet? Dhe ai është një ato zyrtar përgjithshëm që duhet ta zgjedhë si çështje. Kur vjen tabelat e shohim. Kur krijet tabelat e shohim. 6 vjet ministri nuk e zgjon. Çështja e curive në aspekt të sigurisë në Republikën e Maqedonisë. Veprimi i institucioneve pas konkluzave të Komitetit për Marrëdhënien Ndëretnik tregon qartë se institucionet kanë kapacitet të udhëheqin dhe të menaxhojnë me situatën si të tillë. Dhe kanë përgjegjësinë për të ndërmarrë të gjitha masat që të parandalojnë. Një, e dyta, mënyra, mundësia e eskalimit në formën që prezentohet nuk ka mundësi, por çdo dukuri e cila i ka për masat e mundshme të keqpërdorimit të rasteve siç të ngjashme siç ishin në kohët e fundit, nuk e përjashton mundësinë e implikimit të strukturave politike të mundshme, qoftë prej brenda, qoftë prej jashtë. Por ajo më pak që ju konvenon sot, qoftë në Maqedoni, qoftë në rajon, janë shqiptarët që ju konvenon. Pa marrë parasysh mundësinë e keqpërdorimit të situatave të krijuara. Andaj, Ali Ahmeti nuk ka nevojë të del dhe për çdo rast të deklarohet. Ali Ahmeti është duke përcjell aspektin e curive. Jo, ka nevojë për këtë rast, zoti Xhaferi, se është. Ali Ahmeti për këtë rast është prononcu. Zoti Sela, Ali Ahmeti nuk ka pas nevojë të keqpërdor fatkeqësinë e dikujt që ka pësu një pyetje konkrete për ju. Që e keni për pretendim për t'i keqpërdor, është çështje tjetër, atë debat mund ta bëjmë në Maqedoni ku të themi, s'ka problem. A duhet kërkojnë shqiptarët, po themi, ndihmë nga Tirana dhe Prishtina për ta menaxhuar, pasi që ju jemi të atij mendimi se shqiptarët në qeverinë Maqedoni nuk kanë arritur, nuk po arrin me menaxhu situatën ndërretnike atje. Natyrisht që duhet kërku ndihmë edhe nga faktori politik shqiptar gjithkund, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Unë e kam thënë në një pres konferencë, më thënë që ne i ftojmë edhe qeverinë e Republikës së Kosovës dhe Shqipërisë që të ndërhyjnë në lidhje me situatën e krijuar. Shqiptarët janë pjesë e pandashme e rajonit, pa marrë parasysh se ku jeton. Si incidenti ka reflektuar edhe në Tiranë. Natyrisht, sepse ato thirrjet për vdekje shqiptarëve nuk i referohen vetëm vdekje shqiptarëve të Maqedonisë, por shqiptarët jetojnë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Prandaj shqiptarët në këtë situatë duhet të koordinohen dhe të veprojnë si një trup i përbashkët në lidhje me situatën e krijuar. Ne kemi vërejtët tonë sa i përket kësaj. Kemi vërejtët tonë sepse deri diku krijohet një përshtypje që faktori politik shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri i ka lënë mbasdore shqiptarët. Tani shqiptarët e Maqedonisë. Tani këto problemet të cilët u krijuan të fundit, do të thonë që u dëgjua në momentin që u vran 2 shqiptar,
Dhe u dëgjua në momentin që u rrahën 20 shqiptarë. Dhe kolegu im parafolës thot vazhdimisht e përmend që komiteti nxorri konkluza dhe fiton përshtypjen sikur Ministria e Punëve të Brendshme duhet veprojë vetëm mbas konkluzave të komitetit për marrëdhënien ndërmjet bashkësive etnike. Ndërkohë që rrahjet e nxënësve shqiptarë në Shuk bëhen në mënyrë sistematike. Ne këto i themi, unë kam bërë preskonferencë në kohën kur inspektoratët e arsimit shkuan të kontrollojnë nëpër çantat e fëmijëve në gjimnazin Zef Lushmarku. Këto janë pjesë e qeverisë. Dhe unë bëj preskonferencë dhe mediumat atje në Maqedoni nuk e nxjerrin as pak. Ato të cilët i kanë planet e veta për të vepruar, për të arritur diku, ato testojnë terrenin fillimisht. Dhe ti shtojmë kësaj edhe një moment tjetër. Jo më larg se 2 javë ose 3 se të ndodhin incidentet, zoti Talat Xhaferi votoi për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë për shkëmbime policësh, shërbimësh, e nuk e di çfarë tjetër. Dhe tani, këtu do dal. Ju nuk keni gjendje ta vlerësoni situatën reale që është shtet. Vazhdimisht e përmendni si argument edhe për lejimin e qarkullimit lirë me letërnjoftim me Serbinë. Domethënë, deri tash parlamenti ka ratifikuar marrëveshje për shkëmbim policësh me Serbinë dhe për lëvizje të lirë me letërnjoftime për qytetarët e Serbisë. Nuk e ka bë as në Shqipërinë, as në Kosovë. Me procedurë, po serbët në Maqedoni, vetëm pak. Serbët në Maqedoni nderuar janë irelevant si numër, ndërsa shqiptarët janë mbi 30%. Nëse ju se respektoni këtë, si pritni ta respektojë tjetri. E ngrini gishtin dhe votoni për tarë policisë serb, ndërkohë që akoma nuk ka shkruar plagët shqiptarëve, jo vetëm Kosovë, po edhe Maqedoni. Lutem përmbylleni më shpejt, po them mendimin zoti Xhaferi, a duhet kërkoni ndihmë nga Prishtina dhe nga Tirana? Ata që kanë kërkuar duhet ta arsyetojnë. Një, e dyta. Debati rreth bashkëpunimit ndërpolicor, rezolutës ratifikimit, ka filluar që në ratifikimin e marrëveshjes për kalim kufirit me letërnjoftim. Dhe atëherë kur është paralajmëruar që ajo pason me Republikën e Shqipërisë dhe është fakt që është në procedurë parlamentare dhe në seancën e radhës. Po hapim temat cilat janë duhet u hap, përderisa u hap, mendoj që do të trajtojmë. Që ty ndërsa me Shqipërinë dhe me Kosovë nuk është votuar akoma, pse duhet ta zgjasim këtë? Kjo punë për të minimizuar dhe me të gjitha aspektet e bashkëpunimit me Shqipërinë me Kosovë, u hap ai debat i cili, me thënë, në seancën e radhës pason ratifikimi i marrëveshjes për qarkullim të lirë me letërnjoftim mes qytetarëve me qenë Shqipërisë, që rezulton me draft dokument për bashkëpunim ndërpolicor mes Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe për të minimizuar atë. Ti ke votuar me Serbinë. Po të them kanë votuar në Serbinë. Në Shqipërinë, okay, atë ke të besuar. Akoma nuk është në draft. Çështja minimizimit, në draft material pune i cili që të vinë policët të cilët këtu në Kosovë sikur që policët e Maqedonisë dhe policat e Kosovës dhe tani në këtë situatë nuk thua dot që nuk ka gjimit ato shërbime. Dhe pretendimi për të minimizuar, unë e kuptoj. Nuk e minimizoj unë. Rregull. Unë e paraqes si shqetësim, ju e minimizoni duke thënë që edhe policët shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë do të hyjnë. Ai debat për bashkëpunim ndërpolicor do të bëhet edhe për bashkëpunim me policinë e Shqipërisë. A pason, ai debat është hap me institucionet e Republikës Kosovës në vizitën e fundit që bëri kryetari i parlamentit. A mendove një moment kur ngritë gishtin ose kushtete që ndonjë policë do të vijë në Maqedoni për çështje të cilat publiku nuk është i njohur fare dhe nuk e ka ide se për çka po flas. Zoti Sela, ai polici që pretendon se ka mund të vras shqiptar, nuk ka vrarë. Që pretendon mos i hin asaj teme se je në Prishtinë. Në Prishtinë sot, nesër, mbasnesër do të takojsh kufitar, polic kufitar, që do të flasë edhe serbisht. Mos e pretendo të hudhish tezën në formën e asaj çka është shekulli i 19. Francë, Gjermani. Zoti Xhaferi, mos kalojmë në temë tjetër, një destabilizim i mundshëm i situatës, po themi, në Maqedoni. A do të reflektoj, a mund të reflektoj sipas jush edhe në veri të Kosovës?
Pikë pari, në Republikën e Maqedonisë nuk ka situatë... Po themi me spekulimet cilat ka ndonjë. Në Republikën e Maqedonisë nuk ka situatë e cila mund të përdoret ose të keq përdoret në veri të Mitrovicës. 1. E dyta, jo rastisht e gjithë ftesa e Bashkimit Demokratik për Integrim bëhet që ata situata të tejkalohen në Maqedoni. Maqedonia nuk është kapacitet i cili duhet dhe mundet të ketë implikime në atë çka është interes i Republikës Kosovës. Po në një situatë kur do të kërkoni një zgjidhje, po themi një status special për veriun e Kosovës, ashtu siç kërkojnë edhe serbët e veriut, kush garanton se në Maqedoni nuk mund të lëvizin gjërat? Maqedonia nuk mund të jetë iniciatore e zgjidhjes apo mënyrës së zgjidhjes së çështjes së veriut. Çështja e veriut, po që se hapet, s'do men, atë kemi thënë e themi që mund të ketë implikime në Republikën e Maqedonisë. Zoti Sila? Atëherë unë duhet, sepse dhe pyetja është lidhet me situatën të cilë me ato që e sqarova pak më herët. Në momentin që ti si shtet nënshkruan një marrëveshje në të cilën i lejohet shërbimeve serbe dhe policisë serbe që të lëvizë lirshëm në Republikën e Maqedonisë, në Tryez, mbaroj, unë dëgjova këtë. Në Tryez janë të gjitha çështjet të hapura. Problemi, sepse sqarimin që e bëri kolegu parafolës ishte që nuk mundet Maqedonia të ndikojë në veriun e Mitrovicës. Ka një problem tjetër. Ai që është interesuar në rajon që të ketë konflikte është dhe ka qenë në vazhdimsi Republika e Serbisë. Dhe tani, nuk është problemi që shqiptarët duhen të nxisin konflikt në Maqedoni në mënyrë që të interferohë kjo me problemin e Mitrovicës, po tendencat të tilla të Serbisë kanë qenë të vazhdueshme. Për këtë kur them, nuk e kam fjalën vetëm tani. Në Tryez tani janë të gjitha opsionet. Serbia po imponon dhe po krijon trazira në rajon në mënyrë që t'i arrijë qëllimet e vet. Dhe nga ana tjetër, është e lehtë tani Bashkimi Demokratik për Integrim të thotë që jo, po nuk janë në Tryez këto çështje dhe nuk mund të interferohet. Nga ana tjetër, imagjinoni, në 2008 për ditë shkonin bënin takime me grupe jo formale, vetëm e vetëm që të arrin pushtet në kohën kur duhet të shpallur pavarësia e Kosovës. Kujt i interesonte të krijohej një konflikt aty në trojet ku jetojnë shqiptarët në 2008 kur shqiptarët prishin që Kosova të bëhet e pavarur? Vetëm Serbisë. Dhe kërkujt hiç tjetër. Të njëjtat janë në Tryez edhe tani. Dhe në momentin që ju vetë dilni dhe deklaroni dhe thoni që nga 40 e nuk e di çfarë sektor të Ministrisë të Punëve të Brendshme që merren me çështje sigurie, nuk e keni asnjë. Pa çka se i premtuat popullit që do merrni edhe Ministrin e Punëve të Brendshme, nga mund të keni ju garanca të tilla? Zoti Xhavir? Dyshus për të qenë vigjilent në mënyrë që të mos ndodhin skenare të cilat imponohen nga tjerë. Pikë pari, rezoluta ratifikimi i bashkëpunimit me policinë nuk parasheh lëvizje të lirë të policisë së Serbisë në Maqedoni. Atëherë si dilemë. Okej, mundemi, por sa për ta trajtuar. E dyta, teoritë e konspiracioneve që tash po i përmend dhe përmendni 2008-ën. Unë mbas të ndodhive, besoj që edhe opinioni kosovare ka të qartë, por nuk mund të kuptoj deklaratën tuaj se 2008-ën nga Kosova janë liruar të burgosur për të inskenuar dhe për të qenë pjesë e asaj. Dhe debatojmë në Shkup kur shkojmë. I shefni stenogramet. Ne kemi obligim që t'jemi të hapur me opinionin dhe obligim opinioni... i hapur. Është thënie e deputetit të PDSH-s se në 2008 për rastin Brodec nga Kosova janë liruar ose është shtruar pyetje në formën kush ishin ata që liruan të burgosur për të qenë pjesëtar të grupit në Brodec, duke aluduar për ata që ishin të hikur nga
Po devijohet shumë tema dhe jemi krejt në fund, zoti Xhaferi. Gjithsesi, Në fund të këtij debati. se devijohet nëse Po them, tendenca ishte që të jetë monolog, duhet të më thënë që në start do të ishte për monolog. Absolutisht, unë po e vë fajin tek të dy bashkëbiseduesit për devijim të temës. Derisa shtrohen tezat, duhet edhe me Pyetje konkrete zoti Xhaferi edhe juve dhe zoti Cela ju bëra. Faleminderit shumë që ishte pjesë e debatit këtu në Infomagazin. Faleminderit. E vlerësoj faktin se keni ardhur nga Shkupi për ta sqaruar opinionin kosovar të paktën për aq kohë sa patëm mundësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.